I nderuar kryetar, të nderuar deputet të dashur qytetar. Sot nuk jam këtu thjesht për paraqitur një akt ratifikimi. Jam këtu për të folur për një moment që pas një egzagerim ka pesh për mënyrën se si Shqipëria po shihet dhe po dëgjohet në botë. Pak ditë më parë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama një ftesë që nuk është e zakonshme. Një ftesë që e pozicionon vendin tonë si antare themeluese të një mekanizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes. Kështu që është ju gjithmonë para kohe. Jo për të marrë pjesë formalisht, po për të qenë e ftuar përtej simbolikës, për të qenë aty që në fillim në ndërtimin e këtij mekanizmi. Kjo ka rëndësi. Dhe dua të them qartë që në fillim, kjo nuk është çështje partie, nuk është çështje maxorance apo opozite. Kjo është çështje e shtetit shqiptar dhe mënyrës se si ne kuptojmë veten dhe rolin tonë në botë. Në këtë sallë kemi dallime politike. Është normale. Ajo që nuk është normale është ajo që dëgjuam para pak, që për fat keq dëgjohet kaq shpesh, kaq rënd në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Por ka momente kur këto dallime nuk na ndihmojnë. Dhe ky është njëri prej tyre. Sot Shqipëria ka nevojë për diçka shumë të thjeshtë, për qetësi, për normalitet, për maturi, për unitet. Ky është një vendim që do të mbetet në kohë, pavarësisht se kush është sot në qeveri dhe kush është në opozitë. Shqipëria e pranon këtë ftesë jo si privilegj simbolik, por si një zgjedhje të vetëdijshme për të marrë përgjegjësi shtetërore në ndërtimin e paqes. Bordi i Paqes nuk lind në një kohë normale. Lind në një botë që po ndryshon shpejt